zbatim të projektit ujësillësit të ri të qytetit të Vlorës, ditën e martë më 24 shkurt në zonën tek rreth ish parku i tregtisë, rruga Fejzo Mema pranë Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, do të punohet për lidhjen e 5 nyjeve të rjetit të ri të ujësillësit me rjetin ekzistues. Harta shpjeguese që po ndiqni në ekran tregon zonën ku do të punohet. Me ngjyrën blu paraqitet rjeti ekzistues, me ngjyrën e kuqe është rjeti i ri. Ndërkohë që qarkimet me rreth të gjelbërt janë nyjet ku do të ndërhyet. Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë njofton qytetarët dhe bizneset se ditën e martë në datën 24 shkurt do të ketë takim të detyruar të stacionit kryesor për shkak të punimeve për lidhjen e nyjeve të rjetit të ri të ujësillësit me rjetin ekzistues. Si rrjedhoi e kësaj ndërhyrje do të ndërpritet furnizimi me ujë i zonës bregdetare, konkretisht në lagjet Ujë i Ftohtë, Lungomare, 10 Koriku, Kalaja dhe Jonufra. Pjesa tjetër e qytetit nuk do të furnizohet me ujë vetëm në orarin e pasdites. Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë informon se gjatë mëngjesit shpërndarja e ujit në qytetin e Vlorës do të vijojë normalisht.